Ideja e deputetit socialist Ben Blushi për sanksionimin e nivelit maksimal të borxhit me kushtetut gjen mbështetjen edhe nga disa prej ekspertëve të ekonomisë. Ardian Civici thotë se kjo nisëm mund të aplikohet edhe në Shqipëri, por gjithmonë duke gjetur konsensusin politik. Unë mendoj që po në radhë parë do kërkonte një konsensus të forcave kryesore politike. Ndërkohë një nga diskutimet që ka pasur në këtë rast është mos vallë rregulli i artë buxhetor i lidh duart qeverive për të marrë disa vendime në momente të caktuara. Natyrisht që jo, sepse edhe kjo mund të jetë pjesë e marrëveshjes nëse ka situata të vështira ose situata ekstreme ku kërkohet ose është i pranueshëm një devijim i përkohshëm i këtyre standardeve buxhetore, përsëri kjo mund të bëhet me një marrëveshje në parlament, duke mos konsideruar si ligj kushtetues. Përcaktimi i nivelit maksimal të borxhit në kushtetut është aprovuar edhe nga disa vende të Bashkimit Evropian. Sipas Civicit, kjo nisëm do të rrisë stabilitetin ekonomik, pikërisht në këtë periudhë krize ekonomike me të cilën po përballet eurozona. Fillimisht ishte Spanja dhe qeveria spanjolle ajo që e hodhi për diskutim, nisur nga një eksperiencë gjermane shumë viteve më parë për sa i përket rigorozitetit financiar dhe rigorozitetit buxhetor, dhe Spanja për herë të parë rregullin e artë buxhetor e hodhi si një ide ku disa kritere ose disa standarde për sa i përket borxhit publik, deficitit buxhetor ose edhe një treguesi tjetër që lidhet me inflacionin ose me element delikat makroekonomik të sanksionohen si ligje kushtetuese, në mënyrë që asnjë qeveri, pavarësisht nga politikat korrente të saj, nuk mund të shkelë ato. Shqipëria e ka të vendosur në ligjin e buxhetit nivelin maksimal të borxhit që nuk duhet të kalojë nivelin 60%. Thënë më thjesht, sa herë Ministria e Financave harton buxhetin për vitin pasardhës, përcakton nivelin e borxhit që merret kryesisht për investime duke parashikuar që ky nivel të mos kapërcehet. Por vendosja e tavanit të borxhit në kushtetut do të detyronte qeverinë që në çfarëdo lloj rrethane mos të kalonte këtë nivel, pasi do të quhej shkelje e kushtetutës. Aktualisht borxhi publik është në nivelin e afro 59.5%, fare pranë pikës maksimale, nivel ky që ka qenë pothuajse konstant gjatë 2 viteve të fundit.